Kapitulli radhës I cili është më I gjati për nga natyra është kapitulli I lutjeve, nga se ajo me të cilën është veçuar Muhamedi a.s. në ditorën dhe natën e tij ka qenë lutja, duaja. Lutja e Muhamedit a.s. ka qenë e larmishme, e ndryshme, e shumë gjira, ka kërkuar për shumë gjëra. Andaj ne nuk mund t'i mbajmë mend të gjitha. Mirë po është mirë të mësojmë se për çfarë lutej Muhamedi a.s. Cilat ishin shqetësimet e tij, brengat e tij, që edhe ne sa do pak të sillemi rreth brengave të pejgamberit ton a.s. Andaj nga dua që I ka bëu pejgamberi a.s. është edhe duaja të cilën ka thënë në ta: Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr. Ka thënë: o Allah, kërkoj mbrojtjen tane nga fukarallëki. Ruajmë o Zot mbi fukarallëkit, ruajmë prej varfërisë, ose sidomos asaj varfërie e cila nuk më jafton mu për shërbimet e mia, për nevojat e mia. Ka thënë pasan wal qilla. Ka thënë: o Zot, ruajmë nga zhvlerësimi I pasurisë. Ka mundësi ti ki shumë, po është e pak. Sa njerëz I shohim dhe I dëgjojmë duke zhvlerësuar pasurinë e vet, duke nuk e çmuar pasurinë e vet. Dhe nëse e nxjerrim kalkulator ajo është shumë. Mirë po sytë e tij, të cilat nuk janë të mbushur në zemrën me iman, me besim në Zotin e Madh Xhelal, me mirënjohje, apo e shohim pak. Sa për njerëzve e zhvlerësojnë familjen e vet duke lakmu dikun tjetër te harami, te ndaluara. Për çfarë arsye? Nga se nuk e ka zemrën e mbushur me besim se kjo është halali jot, kjo është ajo që duhet të mjaftojë tyje. Sa njeriu nuk mjaftohet me shtëpinë e vet, kill, që pak, megjithëse ti ku ta shefsh mrena o xham, ama nuk mjaftohet me ta. Për çfarë arsye? Këtë ka bëu dua pejgamberi alayhis salam. Ka thënë: o Zot, ruajm mos ta shoh pak pasurinë. Pastaj ka thënë: wa dhilla. O Zot, ruajm mos çnderohem, mos ta hupi kënaqërinë, mos të mpërdhose dikush, mos të mshkele dikush. E çish bëhet njeriu I poshtër të ndërum xhamat, siç nderohet njeriu, vetë çnderon njeriu vetëm. I premton dikujna, apo merr prej dikujna parë borxh, s'u kthen ato, zhitet në borxhe, sikur që ka duaja e xhumas së kaluar ku e përmendëm se pejgamberi alayhis salam lutej: o Zot, mos u mranoj me borxhe. Për çfarë arsye? Sepse çnderohesh, I ikpi njerëzve. Për çfarë arsye? Nga se vetë ke ul vetën, ju premton njerëzve. Sa për një, ju premtoj njerëzve: se kena me bo, kena me bo ta. Apo, pastaj pështërsohet, së në ban. E kanë pyti Imam Ahmedin rahimahullahu ta'ala, ka thonë: çuçi një munafikat, ka thonë pi premtimit. Mos premto, kur s'mundesh dikujt më asos një punë, mos thuaj hajse. Apo, ekipat disa e kanë karakter, thotë mos t'ja prishi, po prishi Allah, shumë më bëni këtë punë. Apo, klip dikush në ndip, thotë shumë e vajun në këtë punë. Ça është marrë mi thonë se ne baj. Andaj mos u pushtërso, mos e ul veten. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhis salam: "A'udhu bika an adhlima aw udhlam." Ka thënë: o Zot, kërkoj prej teje të më ruash, mos t'i bëj zullum kërkujna. Pejgamberi I Zotit ka qenë alayhis salam, ka bëu dua: o Zot, më mundso mos t'i bëj zullum kërkujna. Sa larg zullumit ka qenë ai, sa larg padrejtësisë ka qenë ai. Megjithatë e ka kthy këtë punë te Zoti. O Zot, ti ruajm. S'unë ka mundsi bëj zullum se ti. Unë ka mundësi shkele se ti. Madje ka mundësi ti shkele kujton që të bëjë mirë. Sepse njeriu është dhalumen xehula, zullumçar ignorant. Ai që është zullumçar po s'ka aparat me mos çka të bë. Andaj shiko ka bëu dua pejgamberi sa: o Zot, ma mundso, kërkoj mbrojtje, mos le të bëj zullum. Mos hap rrugë që ka mundësi me bëj zullum. Zullumi të ndërum xhamat. Këtë që ki kaos çka ndonjë. Shifni kaosin? Kaos. Vjen ndryshme. Mundohen njerëzit me mishë me shpirt, pushtete të ndryshme, qeveri të ndryshme, perandori të ndryshme, me morë sa më shumë nga kjo botë, pasuri, miliona, miliarda, toka, uzurpojnë toka. Për çfarë arsye? Sepse janë zullumçar. Dhe këtë kjo vjen mbi zullumit. Kamata të ndryshme, sa shpirti kanë, sa njeri është shkatru familja për kredit, për haram. A dikush rin flllat atje? Apo, sidomos ata që japin me kredit, ato këtë në flatërin. Ama këto që ka rinë zhek. Andaj, këtë kjo sistem po e lodh njerin, e këputi njerin, e bëni sklav. Apo, thojnë është koha e liris, koha ku njerëzit mundën me thonë çka dojnë, me jetu si dojnë. Nuk është ashtu, si kanë bo sklav pasuris, i kanë bo sklav të bukës, të gojes bukës. E njeri është ma i ndarshëm se sa ma u pushtërsu të një këtë nivel. E këtë kjo të ndërum gjëmat bëron për zullumit.
Kitë kjo buron për kamatës, kitë kjo buron për pangopsijës të njerëzve të cilët nuk i knash kur gjon nga kjo botë, pas me e marë komplet këtë botën. Ama Allahu Gjellë Gjellalu i ka urësit e veta, i lezun qartë deri një vakt, pastaj ka punë me ta. Pastaj që ka thanë, au udhlem. O Zot ka thanë, rujëm mës t'jam unë e zullumqari, apo rujëm mës të më hipen qafë dhe në zullumqari. Ka mundësi të si e zullumqari, po t'hip qafë zullumqari. Ha? Andaj, ka vo dua për nga meri jonë sallallahu alaihi sallam, nga për fukarallëk mës goditët, prej zhvlerësimit pasurijës, prej përshërsimit vetë vetës, dhe ka thonë, o Zot mësë mban zullumqar, e as zullumqari me bihim qafë muhe. Doaja e radhë që ka po për nga mbedi jonë sallallahu alaihi sallam, të cilën ka transmetua Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, thot, kanë në nebiju sallallahu alaihi sallam ju këthiru minet dua. Për nga mbedi alaihi sallam shpeshar e thonë të këtë dua. Cila ka qenë këtë dua? Ja muqallib el kulub, thebbit kulubën ala dinik. Ka thonë, o ti cili rrotullon zemrat, zemra jote dhe zemra jeme dhe zemra këtë njerëzve, janë dorën e Zotit. Kur kush së ndop ma thonë izën Allahe, kur kush s'ka mundësi as në dëshirat e veta mu përzi pa dosht Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja muqallib el kulub, o ti cili rrotullon zemrat, Zoti rrotullon zemrat, Zoti rrotullon zemrat. A i ban njerëzit me dash dikan. Kush ta ka bon neve 2 miliard njerëz me deklaru se Muhamedi a.s. është profeti njerëzimit. Ka dash Zoti i madh që ta ka lakur zemrën, të ka bo besimtar. Ati tjetër që ka laku ka ana tjetër apo qafir. Ha? Ja muqallib el kulub, thot Enes ibn Malik, shumë shpesh e kam dëgju, tu e shpeshtu pejgamberi sa këtë dua, o ti i cili rrotullon zemrat, mbaje zemrën time në fejën tane. Mbaje zemrën time në fejën tane. Po çfarë arsye mbaje? Se zemra rrotullohet shumë të ndërrum xhama. Shani pasuri rrotullohet, shani bukuri rrotullohet, shani diçka e lakmon rrotullohet. Ha? Në shpesh herë ju duke njerëzve si zbavice, po pasuria u arrotllon njerëzve zemrat. Ha? I kanë bëu ato mengjira, i dini, mengjira e gjelbërt, e verdh, e ergovant, ta rrotullon zemrën. Luta Allahut me trujt, ta rrotullon zemrën. Tu ka njëri mish, bëhen njëri keq. Tu ka njëri modest, bëhesh me në madh. E këtë ta ka mundsu Zoti në vetur, kujton që kimi në qiell. Shkri për kur Allah në vetur me 4 guma ajo. Allah me fuqi kuaj matët ajo. Për këtë arsye, ruje zemrën tonë, ja muqallib el kulub. O, ngriti durka të o Allah, çdo pasuri që më ke dhënë, mbaje musliman, ruma zemrën time. Erdhi njëri te Imam Ahmedi, rahimahullahu ta'ala, dhe i tha, o hoq, a mundet njëri mi pas 1 milion? Atëherë ishte pasuri e madhe. Ari, tha, në gjep, elf, edhe me kanë që se do këtë dunia. Tha, po, e ka një rrugë kjo punë. Ti kish 1 milion, edhe ta dush ahiretin, është e ftirë pa. A njerë me 500 euro dallashin këtë, me gjip skeri, shkatërohet. Para në 1 milion, së të folë, si folë kërkujna. Qka tha Imam Ahmedi? Po, me kusht, le ti ketë në gjep, jo në zemë. Ke qështja me rujtë zemrën. Ani bambare, ani pasurohu, ani arrik senet e kësaj bote. Mos ishti në zemrën. Mos ishti në zemrën, leja zemrën Allahit. Leja shpirtin Zotit Madh Xhelel Xhelalu. Shfrytëzoj këtë mjetë shfrytëzimi. Kjo botë mbaron të ndërru. Ja, gjenazja përpara xhamia. Ja, përpara xhamia. Par djetë gjenaze, par djetë gjenaze. Për ditë, 19 vjet, 20 vjet, 30 vjet, 40, 50 vjet. Dhe prap nuk mbushemi men. Lusim Allahun që Allahu t'i rregullon zemrat tona, ja Rabbul Alamin. Andaj, nga duat e pejgamberit alayhis salam ka qenë forcoma, mbama o Zot zemrën time në fejën tane. Dhe pastaj do ta shohim se çfarë ka bëu dua tjera pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal këtë ditë xumaje, ditë të madhe, ku ka thënë pejgamberi alayhis salam, është një çast nëse e çollon besimtari, Allahu i përgjigjet lutjeve. Lutim Zotin e Madh, Allahu ti udhëzon zemrat tona. Allahu ti përmirëson zemrat tona. Allahu ti bën të devotshme zemrat tona. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal që Allahu subhanahu wa taala na bën nga bitë e ahiretit e jo nga bitë e kësaj dunjaje. Na mëson Zoti me anë prej halalit e mos më përli me haram. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal që Allahu subhanahu wa taala na ruan nga fukarallëku,
nga ruan nga zhvlerësimi i pasurisë, nga ruan nga poshtërsimi vetvetes, nga ruan nga zullumi që e bëjmë ne apo na e bën dikush. Elusim Zotin e Madh Xhelal që Allahu subhanahu wa taala ti forcon zemrat tona, ti udhëzon zemrat tona, ti mban zemrat tona në Islam. Elusim Allahu subhanahu wa taala që kudo që janë musliman, në lindje dhe perëndim, Allahu ti ndihmon, Allahu ti përkrah e zullumçarët, kriminalët, fesaxhit, të cilët bëjnë fesad dhe bëjnë krimin në tokë. Allahu ndër me vetë ti shpartallon ya rabbal alamin.